Juve keni pasur një përzierje jete sa në Shqipëri dhe sa jashtë me futbollin, po unë e kam parasysh atë të Shqipërisë. Çfarë keni dhënë futbollit dhe çfarë keni përfituar prej tij? Futbolli unë i kam dhënë gjithçka. Se për vetë faktin kam shku mas futbollit, tham që i kam dhënë maksimumin që s'kemi përfitu ashtë sa duhet, sepse i shohim të përfitime që janë tash janë marrëmendse, por sigurisht gjithmonë duhet me keni kënaqur me atë që ke bën, sepse edhe dikush përpara nuk ka përfituar asgjë gjë që kanë para nesh, kurse ne diçka kapme ose diçka fitume prej futbollit. Por kështu është jeta, kjo është zinxhir dhe e ardhmja fiton më tepër, evolon më tepër dhe sigurisht që investohet më tepër tani. Pak për kombëtaren, aktualisht ku jemi dhe a kemi, pra jo vetëm si objektiv, po a ka mundësi që të kualifikohet për botërorin? Me që jena kualifikuar mundësit janë gjithmonë, pse jo? Por sigurisht që grupet janë jo të lehta, por ne jemi kualifikuar dhe ndikur edhe me Çekinë edhe me Poloninë dhe kemi dalë në vend parë, dhe pse jo gjithmonë të insistojmë, pavarësisht se nuk jemi në rangun e tyne, por gjithmonë jemi duke evolu, gjithë lozin jashtë nuk kanë më ato emocione që i kina pasna, tani është e lirë dhe pse jo. Kemi një futboll jo të keq, kemi një trajner jo të keq, kemi lojtarë shumë të mirë, por sigurisht me së niveli, ose rasia, ose shanci, si që ka shumë futbolli me fjalë, shumë shancmen, pse jo që të tentojmë. A keni ndonjë plan vetë si Zmian në fushën tuaj të futbollit për të ardhmen? Sigurisht, unë kam një kompleks në Shkodër, shpresoj që ta evoluojmë i fije më tepër. Sigurisht edhe bashkia edhe federata janë në marrëveshje për të bërë diçka të mirë për Shkodër. Unë ja kam dhënë atë që pata mundësi Shkodrës me fjalë, që aty ku kishe dëshirë investova, por sigurisht që nuk është në të investimin që unë shaf këtu disa infrastrukturë të jashtëzakonshme që jena shumë mrapa. Shpresojmë që të jetë më mirë nesër mas nesër. Kush ju ka suportuar gjatë karrierës tuaj në futboll? Se ju keni qenë gjithmonë, pavarësisht se keni lëvizur në skuadra ndryshme, por keni qenë aty i suksesshëm në ato skuadra. Kamët, familja. Të tjerat janë, sepse gjithkush e dën të mirën, gjithkush e dën atë që bën punën. Pavarësisht se mund të ketë një fije hapur, si me thënë 50 me 50 dhe ta nep dikush dorën, po se justifikohet ti s'mundesh me shku. Djersa dhe mundi është i jashtëzakonshëm për me shku më bë profesionist. Tu janë shumë amator dhe kam frikë që shpejt do vinë me fjalë se do ja napin edhe ka mënyra shumë në Amerikë me fjalë se është një popull i jashtëzakonshëm shumë i madh që mos me evolu edhe në sakër në futboll. A ndihesh i respektuar në komunitetin shqiptar, në Shqipëri e jashtë vendit, kudo ku shkon, vetëm pse ke qenë futbollist? Patjetër. Kam kënaqësi me fjalë se edhe këta shokë që më marrin me fjalë vetëm prej emrit, unë i kam njoftë shumë pak, tash jemi shumë miq, ndoshta na presin në shtëpi që nesër kur të vinë Shkodër dhe unë kam dëshirë për me bën diçka, por sigurisht ndoshta se kena ata mundësi që i kanë këta, por atë sa kena mundësi, dëshirën kena qef për me a kthy, nga ana amicësisë që të presin nga ana dashmirësisë dhe është një kënaqësi që edhe që jam këtu. Kënojnë pishman në fushën e futbollit në një gjë që mund të kështë bërë më mirë? A që të kishim ka një fije më të avancu me i fjallë që sot pa fitohet leku, nështë kishim fitu diçka më tepër se mentalitetin e kena pas për mu fajt, për mu nesh, për me pas diçka më tepër, por sigurisht gjithmonë duhet me keni kënaqur me atë që kemi, jetën e kem të qartë për para, me vështirësina, por jetojmë mirë. Emisioni shikohet dhe në Shqipëri. Është për gjithë shqiptarët, kudo ku jetojnë, për ata element që kanë talent, kanë dëshirë, vullnet për të bërë futbollist, por dhe për familjet e tyre për të suportuar. Cili është mesazhi juaj? Do ndjes shumë me kënë profesionist. Na kena në Shqipëri më duket se hala është mentaliteti amator. Siç po shoh edhe këtu edhe i sik më mrapa se sa ne. Pavarësisht se në Shqipëri janë më të avancuar, kanë i fije më ego, sepse po shifet se çfarë fitohet me futbollin.
Kurse këtu e shaf jo se nuk ka ego, pas kanë mundësi ose e kanë lanë me fjalë në ta ujnë atë që ecë vetë me fjalë, jo se me shty për mu ba profesionist. Se shumë kush ka qef dëshirë për më në Shqipni, po edhe unë, edhe këto mixed me fjalë, unë i kam provu në Shqipni, po nuk janë kërkund, janë të diferencuar ata shqiptarët me të miqigane, që është jo logjike, që këtu do t'jetë, se është më i përparuar, ka më shumë lek, ka më shumë popull që talentet mund të shfrytëzohen. Por është vetë ajo që e kanë lënë duket Amerika vetë, sakrifici jo në fokus. Faleminderit shumë për gjithçka i solli informacione për futbollit. Ishte një kënaqësi që shikuesit që ju kanë parë në ato vite kanë ngjallur atë kujtesën e tyre dhe janë kënaqur, por edhe të rinjt kanë mësuar eksperiencën e lëvizjes të një futbollisti talentuar siç keni qenë juve kombëtarës dhe keni shkuar në për këto skuadra të ndryshme. Atëherë ishte utopi për kohën tonë, por tashmë është biznes. Cila është familja juaj? Unë kam 3 vajza dhe nusin, janë shtu femnat në familje dhe jam shumë i kënaqur me atë që kam. Dhe sigurisht që të 3 i kam vajza të rrituna, pa hala nuk kanë shku në direksionin e tyre, se ne i thojmë direksionin e tyre nga ana shqiptare që Me çfarë merren vajzat? Me çfarë profesioni kanë? Të dyja kanë mbaruar shkollën, tani po shkruajnë, po mbarojnë shkollën e dytë. Njëna ka marrë bioteknologji që ka një standard të jashtëzakonshëm, por sigurisht që në Shqipëri nuk ka shkretë e lehtë për me gjetë këtë zanat. Dhe sigurisht tjetra ka marrë kimi, tash po marron financë biznes, që është shumë e hapur dhe shumë kërkuese, kurse tjetrën e kam të vogël 13 vjeçe që shpresojmë që të na bëhet edhe ajo po ajo historia jeme që është njënën e kam lidhë në Arabi Saudite, njënën e kam lidhë në Francë, tjetër në Shqipëni. Këto janë ata 3 që i kam lëvë dhe janë. Po besoj se kulturën e kanë shqiptarët njëta. Po tjetër, si kultura shqiptare, por kanë marrë shumë prej amenën me fjalë i fije kulturë më të avancume franceze me fjalë që ashtu aty kam jetuar një 10 vjet, 12 vjet që e kanë marrë atë kulturën franceze. Dhe kam kënaqësi që kur më thojnë faleminderit se të lutem, para se më thonë se shqiptari sot e ka i fije motash për atë gjuhën, por është kënaqësi me fjalë kur i kemi një kulturë të. Jetojnë të 3 në Shkodër? Po, të 3 në Shkodër. Jo, e kam në Tiranë janë. Qofshin jetë gjatë e paçin fat. Faleminderit. A kishit diçka tjetër për të shtuar për të thënë televizor shqiptar të Amerikës? Shpresoj ta misht me fjalë janë shumë të avancuar, se shumë kanë ego për me bën një akademi shqiptare, pse jo? Sepse kur më thonë se sa shqiptar ka këtu, a gjina mos mi pas një akademi shqiptare, dhe them që janë ja 2-3 që janë të avancuar në mendim edhe në dëshirë, po shpresoj që nesër mos nesit të avancojnë dhe të ndihmojmë sepse mundësit i kanë. Po shumë faleminderit, kjo është një ide e mirë, edhe me këtë ide besoj se e mbyllim dhe emisionin. Ishte një kënaqësi për mua personalisht. Ishte edhe një ëndër, se në atë kohë kur keni qenë futbollist ishte ëndër për shqiptar të takonje. E tani ka ndryshuar bota shumë, por gjithsesi respekti për futbollin, për fushën për që ju keni qenë, për talentin, për kontributin që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni edhe sot në futbollin shqiptar, jeni nderuar, respektuar dhe sigurisht jeni pjesë e rëndësishme e historisë shqiptare. Edhe unë që e privilegjuar, televizorin shqiptare të Amerikës i është shtuar një vlerë me prezencën tuaj, me shpresë që të shikojmë përsëri edhe me projekte të reja. Faleminderit edhe nga ftesa, kënaqësi është për me kene edhe këtu. Faleminderit. Falenderoj shumë. Shikues të nderuar, ishim me futbollistin e shuar të kombëtares dhe të ekipit vllaznisë, Justin Zmiani. Ai rrëfemi një pjesë të vogël të jetës së tij, pasi shpejton do të ikin në aeroport, fluturon sot për në Shqipëri, dhe ju falenderoj dhe ju për vëmendjen, edhe me shpresë një futbollist, sportist, artist tjetër të kemi të ftuar si vlerë shqiptare. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe falenderoj dhe në emrin tuaj zotin Zmiani. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Më mëdheu. Më mëdhe. Quhet tokë. Më ka rënur kokë.
kam dashur më me hap, ku më nje dhe guri thap, ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin.